Në seancën e parë për rastin e sulmit në Banjsk, që po mbaqet sot në gjykatën themelore të Prishtinës, avokati i familjes së arreshterit Afrim Bunjaku, që mbeti vrarë nga sulmi, Arjanit Koçi, kërkoi burgim të përjetshëm për të akuzuarit. Në fillim të seancës, të akuzuarit Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović u deklaruan të pafajshëm për akuzat për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe vepra të rënda penale. Tolić dhe Spasojević kishin refuzuar të deklarohen për fajësinë në seancën përgatitore të 9 tetorit të vitit kaluar. Tre të akuzuarit u arrestuan pas sulmit në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit 2023, kur një grup i armatosur i serbëve sulmoi policinë e Kosovës dhe vrau policin Afrim Bunjaku. Në shkëmbim të zjarrit që pasoi u vranë edhe 3 sulmues. Përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjsk e mori Milan Radojčić, ish nënkryetar i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Besohet se ai dhe shumica pjesëtarëve të grupit armatosur ndodhen të lirë në Serbi. Për 42 të akuzuarit e tjerë të këtij rasti që ndodhen në Arati është kërkuar gjykim në mungesë. Për ta u lëshuar flet arrestin ndërkombëtar nga gjykata themelore në Prishtinë me qëllim për të siguruar prezencën e tyre.